sepse do të kaloj përmes Kongresit. Por, këtë mund t'ja vlejoj operatives ose Pentagon që të kry sulme të kufizuara, sidomos në centralet bërthamore. Forda është pika që ka përmendur, por mendoj që me pas të dytësh kanë hyrë në Diego Garcia në ishullin e Oqeanit Indian, dhe pritet momenti kur do të marrin sinjalin dritën e gjelbert. Por, mendoj që bomba shkatruse GBU 57 do t'jetë të mërshëm, sepse dikon llogaritët 30-60 metra në dhe mund të platformat mund t'i shkatërroj. Por dilema është që Irani në dhe dyshohet që ka hapësira dhe më të gjëra. Dikon flitet 80 metër, dikon 100 metër. Prandaj është një lloj rreziku për stabilitetin në lindjen e mesme, sepse kundërvënia e asaj çka zyrtarët iranian paraqesin do jetë drejt për drejt goditje për trupat amerikane në gjirin e Golfit. Dikon 50.000 trupa janë në këtë pjesë dhe ngushtica e Hormuzit do të jetë objektiv, që do të thotë shkakton atë problematike në krizës së naftës, ngritjes së çmimeve. Dhe mendoj që Trumpi ka bërë një kalkulim me këshilltarët e tij, sidomos të ata të sigurisë dhe me generalët. Por vendimin përfundimtar a ka marrë është ende pikpyet. Mbram është menduar që do nis ofenziva. Por rreziqet janë bukur të mëdha. E qartë. Dhe mendoj që Trumpi nifet për deklarata, mund të them ndonjëherë emocionale, të shpejta dhe revidon diçka gjatë rrugës. Ne shpresojmë që të gjendet një zgjidhje. Dhe do të është e mirë që diplomacia ta luajë rolin e vet. Sepse kemë bëjmë me një siguri të rrezikut të lartë. T'ju them drejtën, propaganda e të dy palëve, por edhe Iranit në këtë rast, televizioni shtetëror i tyre ka paraqitur një lloj projektili nuklear dhe ka shpërndar. Bile që një person duke fërkuar atë projektil nuklear. Prandaj kemi hinë gravurën e rrezikut larg qoftë Nagasaki dhe Hiroshima. Dhe kjo mund të ketë pasoja për të dyja palët. Mendoj që do të gjinet në momentet e fundit një zgjidhje, por problemi është kush do del fitues nga ky konflikt. Qartë. Izraeli apo Irani? E qartë, por zoti Bilali, a do ta pranojë Irani për atë braktis programin bërthamor në kërcënimin e kësaj lufte? Irani, mund të them, nuk e di, është në atë rrugën që mund të pajtoj një marrëveshje pa kushte, atë që ka thot Trumpi, të dorëzohen dhe të pranojnë ato bisedime që i kanë pas gjatë 60 ditëve në sultanatin e Omanit. Mendoj mund të jetë ndoshta edhe taktizim për të blerë kohë. Mirë po mundësi ka. Iranianët më duket që brenda 2 ditëve kanë një takim me disa vendet e evropiane për të biseduar edhe programet bërthamor. Por kemi hy në një situatë tjetër, ku mund të them
Amerikanët janë ata që mund të sjellin një situatë në konturat e stabilitetit. Dhe mendoj që janë disa akterë me influencë, kinez, rus dhe amerikan, por edhe Erdogani, që mund të sjellin t'ja kthejnë pak a shumë buzëqeshjen botet. Dhe kjo mendoj që është mas e nevojshme për këtë moment. Pastaj, rrëzimi i regjimit brenda Iranit do jetë një detyrë jo e lehtë. Nga se mobilizimi i iranianëve në kohë lufte është, mund të them, në nivelin më të lartë, për arsye sentimentale dhe për shumë gjëra që në kohë lufte një popull mobilizohet për të mbrojtur. Por gjatë 3 ditëve të para, Boeinget kinez kanë hyrë në zonën iraniane, avionet e tyre, dhe kanë sjellur, mund të them, materialet e panjohura. Po ashtu me duket edhe një Antonov rus, dhe nuk dihet, nga se kur kanë hyrë në zonën ajrore të Iranit, radarët kanë humbur ma. Me qëse destinacioni i kinezëve ka qenë, me duket, për Luksemburg. Do thot ka qenë një mashtrim i radhës. Dhe kjo është ajo problematika që nuk dihet kinezët çka kanë sjellur në Iran. Mund të jetë elektronik, e cila mund të pengoj aviacionin, sidomos F-35, dhe kjo mendoj që edhe pse Irani me Kinën kanë një marrëveshje të partneriteti strategjik. Dhe kjo flet shumë që jemi në një situatë, mund të them, të koklavitur, dhe zgjidhja apo si të dilit nga kjo situatë është bukur e komplikuar. Mendoj që po që se bombarduesit amerikan B-52 sulmojnë, do t'jetë faza më e rrezikshme. Nuk kanë pyetje që Irani del fitues me Amerikën. Cilat do të ishin pasojat në këtë rast, zoti Bilali? Pasojat janë shumë dimensionale. Mund të them drejtën, ajo çka është goditur mram në orët e paramesnat me një raket, nuk dihet a ka dometin interkontinental. Do thotë kjo që ka qenë jashtëzakonisht e çuditshme, sepse ka operuar edhe në qiellin izraelit, dhe kjo raket mendoj që do paraqet rrezik për saqet e gjata. Do thotë kjo është aspekti, mund të them, i goditjes dhe kundërgoditjes nga të dyja palët. E dyta, mund të kemi implikim edhe të aktorëve tjerë. Pakistani u deklaruar që po që se përdoret bomba atomike, atëherë Pakistani do hedhë ndaj Izraelit. Do thot aktor jashtëzakonisht i fuqishëm. Por mendoj që do psojnë edhe vendet e gjirit, bazat amerikanë. Dhe atëherë do im në situatën që Amerikanët ose Izraeli në koordinim, fuzionim, mund ta kemi skenarin e 45-ës. Do thotë Hiroshimin dhe Nagasakun. Dhe kjo do jetë ajo faza që paraqet rrezikun kulminor. Zoti Bilali, raketat hipersonike iraniane dhe ndërhyrja e SHBA-s nga ana tjetër, a mund të përfshin të gjithë lindjen e mesme? Po, rrezet e veprimit raketave, jo vetëm balistike, por sidomos ato hipersonike, Fatah 1 dhe Fatah 2, janë perimetër që
godasin Izraelin. Po, më rrezikshme në këtë rast është Khabar. Kjo raket 4, Khabar 4, është provovimi më i ri i Iranit, më duket në vitin 2019. Dhe mendoj që do kemi situata të rënda për të dyja shtetet. Edhe pse kanosja dhe kërcënimet se do zhduket Teherani dhe do zhduket Tel Avivi tregojnë qarta që të dy vendet janë para një rreziku shumë të madh. Por potenciali i raketave iraniane mund të them që është problematike për të ditur komplet se çka kanë në arsenalin e tyre. Por mendoj që përparësia e Izraelit ka qenë shërbimi i Mossadit me aktivitetin brenda në Iran dhe aviacioni. Do thot përparësia e Izraelit ku që të në. Dërsa Irani shifet që ka supremacion në raketat balistike dhe sidomos ato si hipersonim. Dhe këtu është komplet problemi që fitus të dilet ndonjëherë palë është problematike. 4 valë të goditjeve të mëngjesit të sosh kanë qenë në objektiv në Tel Aviv dhe spitali Soroka në Beersheba. Kjo flet shumë që do kemi tash një kur të goditje të Izraelit dhe pastaj mund të kalojmë në fazën tjetër që goditjet mund të jenë të dhëmshme si nga njëra po ashtu edhe nga pala tjetër. Por ajo që është ma kulminacioni në këtë luftë, me duket se dita 7 do jetë goditja amerikane nga B-52. Se rrezikshme do të ishte kjo goditja amerikane, zoti Bilali, pra ndërhyrje e SBA-s, kur nga ana tjetër kemi edhe një Khamenei i cili është i vendosur pra për të mos u dorëzuar? Po është ai mesazhi i Trumpit pa çfat. Por mendoj që shifni, zonja Zedili, edhe në kohë lufte kemi luftë speciale, propagandë dhe aktivitete të cilat dëshirojnë të friksojnë kundërshtarin. E njerëz apo palës tjetër. Dhe mendoj që edhe nga pala iraniane kemi sforcim të fjalorit, por rreziku qëndron në atë që eskalimi i një lufte të tillë me kapaciteti të mëdha raketore ose goditi nga potenciali i arsenalit amerikan mund të sjellë situata të papritura. Qartë. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur tashmë sepse jemi në fund dhe për të kaluar më pas në pjesën e dytë. Pyetja ime e fundit është se pse po e luan Trump tashmë këtë lojë? Mund të jetë kjo një taktik pra për të forcuar edhe pozitat e tij politike dhe për të shfaqur si një lider i vendosur? Po, shefne, janë dy fuqi në lindjet e mesme. Është Irani, Izraeli, të cilët kanë një situatë mund të kanë një kapacitet të cilën mund të sjellin dëmin për çdo vend. Dhe mendoj që situatat e tilla, nga se kemi klasë tjetër, nuk kemi konflikt mes Hezbollah dhe Izraelit apo Hamasit, por kemi një situatë krejtëndryshe. Do thotë janë dy fuqi regionale, të cilat mund të them drejtën
ndeshjen e tyre nuk mund ta parashikon askush. E qartë. Mendoj që Irani në region ka përdorur proksin e tij, i cili është